Okej, tani është kjo puntata që ne do bëjmë që unë do marr njerëz telefon edhe falenderojmë Albanian Clothing Line Clothing Club për rrobat që na ka dhënë, këtë kostum meraviglioz, faleminderit shumë. S'kin si normalisht e keni të përfshirë edhe tani marrim në një rob në telefon ku di unë tallim trapin. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku je më zemra? Ku je më shpirti? Rroft e motër nga jam fan si ju të shumë. Rroft e motër nga jeti me origjinë. Rroft e shtëpis me fotot tona flajnë gjumra. Mos ja qiro. Rroft e shtëpis po. Çfarë thua ti, kur të ka filluar ky lloj dedikimi, inspirimi kundrejt meje? Ka kohë rroft e motrën. Po na jep na i detaj rroft e motër, jepi çik drejtim muhabetit o burr. Kam asnjë lloj drejtimit, kam mjet pa fjalë. Kur mirë kjo telefonata jote. Me çfarë merresh ti, çfarë bën? Me çfarë mirë Ranal, Në ku po se paske nga Londra, ku jeton ti në Londër? Po. Aha, okay, ke emocione? Jo më çfarë emocionesh, po çfarë është ky reality show apo çfarë ke qit këtë numër këtu? Po, tash po bëjmë një podcast kështu live, edhe do bëjmë çik muhabet. Ti ke ndaj muhabet hajrit, ndaj muhabet lezetshëm, ndaj gjë interesante për të thënë për jetën tënde, a ke qi gjoa, je marrë me ndonjëa, ça bën me jetën tënde, ku di unë? Rroft të shtëpis me jetën time, a di çfarë bëj unë? Hë. Bëj atë që s'ta merr vënë aty. Për shembull, po na jep ndaj detaj, se jam shumë kurioze. Se do me rashit kunen TikTok të janë okoner, të po na merren qafër. Jo më vllai, pa emër, pse do të marrim qaf? Nuk të fusim probleme, vetëm për qef do bëjmë muhabet. Jo më se në probleme, s'ke për të na fut, se jena njërës pashtë, jena njërës tamam. Po pra edhe unë, me gjithë respektin, do vazhdoj në paqësori. Po ku jeti, ku ndodhesh momentalisht? Momentalisht jam në studio. Në studio? Po. Dëgjoj, mendoje i gjë interesante dhe ta bëj telefon prap. Për 5 minuta. Mos harro. Po rroft të shtëpis për momentin jam në makinë të motrën, jena zonën, a din por ka baj telefon foton e pastaj. Po s'ka gjë, edhe kur dalësh ka makina të marrin telefon, unë jam visto. Je visto do të thonë flak. Visto, flak, raket. Okej. Hajde, mirupafshim, kalofsh mirë. Djova zonin. Gjithashtu. Jo. Ec, tjetri. Prit tash. Rene shkruan një numër me pikpyetje. Mua do më shplaj në një nga robt, e kam shumë të qartë, po nuk ka gjë. Më pëlqeu ky rob të motrat. Ishte shumë interesant. Më shkatrova. Qa këti që e shefa shumër. Rene pikpyetje, ti ku shansi, duhet bërtis një telebingo. Sa e keqe. Hapeni telefonin, mos më lini këshu, unë për ju jetoj. Alo? Qa bon? Mirë qa bon e ti, mirë faleminderit. Si më more ti në telefon, mërë burë, ha? Po, s'mora unë tirat me tirat, po. Jemi të orë që që në të shumë këtu që jetojmë në Anglinë, Halifax. Do me kamerë të tregojmë në të amër posta. Jo, mërë qa kamerë, mërë burë, po folë këtu se je live, nuk do me dalë me ftyrti. No, okej, po folë, qa po bën një, ku je? Ja, pra ta thash, po hajmë. Shalqini, e di se qa është Shalqini? E di qa është Shalqini, me këje? Dhe po hajmë të shi jena këtu në Halifax, Anglis, në Angli, North të Anglisja. Dje, Halifax, si. Si e ka jemi? Edhe po hajmë Halifax, si e thoma. Okej, sa vite ke në Angliti? Kom 2 vjetë, shi ka marrë me komune. Si a shirot. Unë njëse, serios. Me qa merresh në Angli? Unë kom suflaqe dhe shet suflaqe. Shet suflaqe? Po. Kështu stil grek? Aha. Po na i gjo tjetër?
Si Gjo, shta nga thuk ti në Gjose, shumë pjesht ke bëhu, e pasha a zotit, ka shoku im të kësim pare, unë rëzik kur dal me ty mund dal vedhe me klot në dorë. S'pa ne me dal ndryshe, që nga thuk në gjatë bëhu e vla. Mirë, e pranoj, më pëlqen shumë si ide, po më ke fiksim ti apo shoku tani, se s'po e marrë vesh këtë muhabet. Shokut ka më shumë. Shoku më ka më shumë. Prit 2 sekonda rrin linj, 2 sekonda. Ha. Pec. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Jam i pari? Si? Jam i pari. Jo, zemra ka ik radha me kohë, qa i pari. Okej, të shumë të Dashka me qenë edhe i pari kë. Çfarë mendimi keni për Jeffrey Epsteinin? Qa pyetjesh më zemra. Ku jeton ti? Shqipërim. Me qa merresh? Ta them pastaj. Përgjigj këtë pyetje. Më thuj, nuk e di, nuk më intereson kjo pyetje, do më thush ndonjë gjë për qeshur për shembull? Pyetje, okej. Kur e ke në pyet, nga cila ande i kthesh? Se di, nuk e kam menduar këtë gjë, nuk e di. Në pyetje tjetër më interesante? Okej. Ha. Pyetja më mirë. Ha. Në TikTok ti gjithmonë searchin e ke Po. 10% mbyll. A ke menduar një herë që këto fansa për ka shumë gjuna, ke menduar ta bësh OnlyFans? Jo, nuk më pëlqen OnlyFans-i. Po ç'idje ka kjo tash se del search barja ashtu, nuk do të thënë që unë do hap OnlyFans. Jo, po ka shumë njerëz që i kërkojnë të gjë. Po e kuptoj, po edhe unë kam kërkesat e mia. Ç'pun kam unë çka kërkesash kanë njerëzit? Mirë, ka që isha unë. Ka që mbyllë? Respektin mega video, po, ciao. Hajde, ciao, ka lofsh mirë. Ka që kishte ky. Vllai. Qia, rob qa bëhet. Më ka marrë njëri, nuk i them emrat, nuk i nxjerrim njerëzit me emra, është nga Kosova, duket shumë i humb, nuk e di, prita marrë herë, nuk e di pse kam i përshtypje që ky do më çaj trapin. Jam bo me cigare. Më pëlqen shumë këta londinezët më mekin. Hala? Hama. Hama, o vaj. Si ku je mërë burë? Pse se hap telefonin? Qa, se njët ato e mush telefonin nga. Po që këj muhabet shumë, ne tash i të bë muhabet tu ti rri, futesh në për cepas, hap telefonin, a e merë seriozisht këtë muhabet apo jo? Po më dhe qa u vënde? Hiq në studio, ku jeti, me kë ke dalë? Kim do në të dosta. Kush janë këta? Janë do shumë mi. E pse s'më theti mu që do dalësh me këta? Se nuk më theti mua që do dalësh me këta? Po me ti do ne qa me të thonë ty. Kot pa lidhje fare, po për këto punë do zjemi ne. Për këto punë do zjemi ne, Për këto punë do zjemi ne. Jo, mëre. Po e pra hoj, jepi drejtim. Burna? Prit 2 sekonda se më shkruajti dashnori. Ofër mikrofonin, Qa po bën, qa do bësh, qa planesh ke sot? Kesh kur gjë, nej, qëll. Ku ke dalë, në Prishtinë jeton ti? Në Prishtinë, po. Qa bën me jetën? Burna? Çfarë bën me jetën tënde? Kesh kur gjë, nej. Ti që ke ne nga më qesit dherë në darkë, po vaj, po na i qo tjetër përveç nejës? Jo, atë. Jo. Po të mi se jam një nejq. Vazhdo se të marr pastaj kur të marrosh nejën, mos i kariku na i qi nga alkooli edhe ta diskutojmë prap. Po mos rri me goca tjera, more vesh. Ja, s'jam me goca. Okej, shumë mirë, shumë ma e muhabetin. Hajde, të marr pastaj të kontrolloj. Hajde, ciao. Atëherë unë mendoj që meshkujt e femrat duhet të edukohen pak mbi kulturën e tyre seksuale në Shqipëri, kështu që vendosa t'ju prezantoj me Skins, që ka lloj-soj gjërash që ju të përdorni për të lezettuar veten tuaj. Duke filluar nga vibrator që kanë lloj-soj formash dhe nuk kuptohen fare nëse keni kështu prindër shumë strikt në shtëpi ose ku di unë, nuk doni ta marrë vesh burri. Duke vazhduar te lubrifikant me lloj-soj shijesh që pse jo t'i përdorni për
stimulim më shumë se ç'duhet, lodra për meshkuj, keni disa spray dhe serumesh. Spray dhe serume që mund t'i përdorni për të zgjatur më shumë. Unë po qesh sepse e di që është pak tabu në Shqipëri, por mendoj që ja vlen t'i përdorni që të mos jeni kaq të frustruar nga jeta. Prezervativ me lloj shijesh, gjithashtu lubrifikant përsëri dhe po hap një nga këto, vetëm t'ju tregoj një nga vibratorët që kemi. Doni t'i blini një trëndafil të dashurës suaj, mund t'i blini një vibrator që ngjan si trëndafil dhe e gjeni te Skins Albania që është në Instagram dhe Skins Albania në website, do t'i shkruaj të dyja këtu. Nga zysha juaj, sot e mbyllim mësimin. Po shkatrohet. Ta marr ndaj gocë? Po s'ka, çuna të mekin, prit se po merr një numër. Alo? Alo, goce! Ha, mi shpirti! Po qa boni mi? Po hiç mi qa bone ty? Each thjesht I called you to say that you're queen and I admire you. I love you girl, sa vjeç je ti? I am 25. Po pse flet anglisht më jeta? Apo se flet E mirë? kam... jo, e kam në përditshmëri. Mirë ja bën, shumë mirë ja bën. Qa po bën ti? Por e hot. Shumë mirë. Do na thuash ndonjë gjë interesante? No, I just called you to say keep going and we admire you. Je dashuri, shumë faleminderit. Bye! Bye girlie. Ja, haj bythën, sa e mirë. Goc jam, thot një tjetër, je shumë e mirë. Plasën telefonata, thot njoni me akrep në bio. Hajtë se akrepat janë njerëz interesant. Alo, përshëndetje. Flori Official, përshëndetje. Cili je? Flori Official. O, për zoti se isha të priti telefonat tjetër këti nga një klient. Mërë pastaj, se kom pak punë. Po si mërë vlla ke... Haj, ciao, kalofsh mirë, Ciao, mirë ciao, pafshim. E pike, se dhe merr në telefon edhe ka punë të ta dhjesin muhabeti, kështu s'kam pa. Ç'kemi, thot njëri si je, më fal nëse të bezdis, jam, jetoj në Norvegji, ky është numri jot që mund të flasim, sepse doja të bëja një bisedë me ty, thot. Ka bisedë serioze djalë. Alo, Alo. alo, Alo. alo, Si e Rena? mirë si e ti? Mirë. Pyetje parë. Ha, Mos më thuaj që jemi live diku tani që flasim. jo, live nuk jemi, po së shpejti do postohet kjo. Po, a? Po. Okej, Ha, kur ta postosh, Aha. unë dua që ta postosh anonim. pa tjetër. Nuk ka, emra nuk ka këtu, pa problem. Okej. Jo, për që po na hedh në gjysh, se sa e dhash deklarat live, kështu që... Po, Të më po se thej. edhe atje gjetëm numrin të deklarata live. Po, kështu që je në rregull. Më thuaj, pyetja e parë. Më thuaj. Jo, ti kishe pyetje të parë. Unë pyetje parë, përgjigja e parë është që unë po të flas nga burgu. Wow! Okej, Nga burgu në Oslo, në Norvegji. Qa bën burg? Ti për qa u futen në burg? Për drogë. Okej. Sa do rrish? Unë i kam bërë tani 2 vjet edhe për 10 ditë dal jashtë. Për 10 ditë të të presun të dera, do me thënë. Shpresoj. Shpreson. Çfarë është diçka që ti të ndryshosh në jetën tënde kur ti të dalësh nga burgu? Po të shikojmë si do jenë mundësit kur të dalim. Aha. Ke bo naj plan kështu të rrezikshëm apo je me plane kështu të qeta? Jo, të rrezikshëm jo, po kam bërë plane të qeta në Okej. momentin. Qa... Pa pushime, Aha. A, do Pak direkt relax. sa dalësh nga burgu do ja fusësh pushime relax. te Green Costi zemra. Te Green Costi, zemra, te Green Costi, po pas 10 ditë është sikur është herët sezoni më. Po mi mu na ka marrë mallin e 2 vite burg.
Po ma shpjegoj çik se më bën shumë përshtypje. Kam pas 5 telefonata para kësaj gjë e tillë, 4 nga të cilët ishin meshkuj, dhe ndoshta jam unë paragjykuese, po gjithë nga toni zërit sikur me drogë merreshin. Tani do ma shpjegosh çik ç'a keni ju fiksimin, ju që merreni me drogë, me mua ç'a fiksimi keni, mund ta di? Po, Ha, unë dhe mund të tregoj. Unë jam Ma trego. fasi jot me i madh. Unë kam shumë shok në Tiranë, kam thënë, unë du të pi një bar me rene re. një teke. Come on. Po, lutem. Gjej fjalët e duhura, se nuk mund thuash një bar, një teke, e pi apo se piti? E pi ma si jo. Okej. Po ti? Vazhdo deklaratën, lutem. Edhe kujt i ke thënë njërë, nga jeti me origjinë? Unë jam nga Fjeli. Nga Fieri, shkreti ti. Okej. Pse i shkreti unë? Po keni çik si reputacion të keq ju mërë vlla. Po jo mos se për çka kemi reputacion të keq. Po ku di unë kështu sikur ju marrin me lento ju. Edhe kur keni autoritet prap sikur se vendosni dot atë autoritetin që keni, vetëm kur thoni që jeni nga Fieri. Apo nuk ka ndodhur të kjo. Ke përshtypje të gabuar, më duket të Fiera. Okej, bën vakim. Edhe se po më dukesh ke interesant. Dhe i kam thënë ati shokut, duren e refon. Po. 3 ditë kishin duke bo këtë muhabet. 3 ditë rresht e ke boti këtë muhabet. Po. Okej. E veç kur ti kisha postue, unë ja kam qua ati, kam thënë, kam e i shkrujt. Im ka thonë, po i shkrujte, kam e të këthy. Sepse është tip thaj që nuk i bon përshtypje kush i shkrujt, i të kthen mesazh. Ku e di kjo apo nga eksperienca? Po, nga pikpamja. Nga pikpamja. Që ti e shumë open-minded në për videot e tua. Po ky shoku ç'a bën? Turist. Është ndonjë çik interesant kështu? Shumë. A shumë? Do ma bësh mua të shokun? Po ma. Emrin jo. Sa vjeç është, ç'a bën, ç'a merret? Mendon që mund të përshtatesha unë atë? Shumë. Pse? Se di, kështu mendoj. Po ti se di kështu mendon, robi e mendon një gjë, ka një logjik mbrapa mendimit që ka. Të dy open-minded. Më thuaj një rast, për shembull, që ky ka qenë shumë open-minded me një femër, që e ka lënë, ku di unë, të jetë të bëj diçka që është jashtë normales shqiptare. Unë mund të flas për vete këtu, nuk mund të flas për shokun. Okej, fol për veten tënde, më thuaj ti në histori të lotë kështu. Po, çfarë histori e do ti të flasëm për shembull? Në një gjë kështu pra open-minded, në një gjë ekstreme. Më thuj në histori kështu, ke qenë ndonjëherë me njërën edhe ka ndodhur në budallik, në ku di unë. Po, mi zemra, pse për të treguar për dashnore të mora unë ty? Po për qa more ti mua? Për të folë me ty. Hajnje, po mirë më thuaj pak për veten tënde. Qa do t'ishti? Nuk e di, fillo ti, kur të pyesin më jep një përshkrim për veten tënde, çfarë thua ti? Qa më të them, unë nuk kam shumë vite që jetoj në Norvegji, në Oslo. Shive, mendoje 5 minuta të marrë për 5 minuta, okej? Je shumë i mirë. Edhe ti. Ciao. Respekt të djadit. Përshëndetje. Alo, si e? Mirë, si e ti? Doja të përshëndesja ty në radhë të parë. Të përshëndes gjithashtu. Po, je shumë e mirë trujtë zoti. Gjithashtu. Të mora... Tani nuk e di a ke dhe ti problem kështu si zëri im që e ke më të trash se ç'duhet, po nuk po e kuptoja je mashkull apo femër, edhe duke qenë se e kam edhe vetë kështu, besoj se se merr për ofendim. Jo, më mirë mos ta kuptosh. Okej, në rregull, më thuaj për çfarë më. Se ka marrë të bëj një përshëndetje shumë të fortë. Hënjer, inshallah s'na hedh garot. Jo, vetëm ty jo. Okej. Ai tjetër edhe mund t'ja hedh. Po duhet, na njëri do ja hedhër se s'do i mash gjitha për vete. Po pra, unë përshëndes gjithë ishat e mi që më kam blog, ju përshëndet 207 ata, e din vetë, edhe ta ishin blokun se nerë bojnë. Do me thënë i dashke mrapshi isha ti. Jo, thjesht ta ishin kështu për respekt, kupton, sepse respekti është reciprok funditës.
Hishni bllokun, e je zën ti? Ç'a ndodhi? Do ma thoshe çik ç'a ndodhi Do ta them. Ma thuaj. Më kanë trastuar ropt. Ha, me këtë trastuan. Bo, me ishat, me Firencat e mi, do me thënë të ta fusi, do me thënë, joti, Po qa bëri, do me thënë, kapi shoqen tënde? bo, po 3 vjet lidhje ropt. 3 vjet lidhje të trastoj, qa i bërë ti? Ta i bëroni privat, ma ti kushtuesh. Jo, thuhet, të lutem, hapur, jemi njerëz të emancipuar, flasim lirshëm, jemi 10 vite para këtu. Po, vajta i friva më dy dhe unë. E lash i bëra naftë, këto nuk është se më plasi shumë. Nga Vlora jeti? Po, Dukesh, okej. Po qa bërë se ju presupozohet bëni na i gjë, se edhe merrni kot kështu keni temperament të çmendur je. jo qa bëra dhe unë, vajta dhe unë me një ish që kam pasur më para edhe thjesht i hodha një foto kështu për respekt. Po mirë, ku e hodhe foto në Instagram? Po. Edhe u mërzit, u indinju, qa u bë? U indinju aq shumë sa që ka një muaj që merr shumë me privat, po në blog më ka akoma, nuk e kuptoj, më ka blog dhe merr me privat. Po mirë, ty ta ka qefin ai qik me këtë prap, apo si është muhabeti? Po jo 50-50. 50-50. Do me thënë e ke me dy mendje. Po. Se kishe bo edhe herë? Jo, asnjëherë, vëllai. Po pse? Se kam përshtypjen tani që se do të ofendoj dhe ti, po keq më vjen, ti përjashtohesh nga kjo listë. Hënje. Bjondet dhe brunet sikur nuk bëjnë, tonë, kokuqet janë më të mira. Kokuqet janë më të mira, bjondet dhe brunet nuk bëjnë, po që se kuptoj, që do të thuash me këtë? E hodha me kunj këtë. E kishe kështu drejt për drejt me atë? Përshëndes krashin tim të ri me këtë rast. E po mirë u ri me krash i ri, sa vjeç je ti? Unë 20. Bëj shef o motra, jepi drejtim. Fix, ta mbështes këtë. Faleminderit, mbështet dhe fort, mos e lësho unë nika njerë të bëj një telefonat tjetër, je shumë e mirë, shumë faleminderit që more. Je shumë e mirë. Miropafshim. Ciao. Këto mirë që marrin, edhe thot edhe më mirë mos duken, po kanë edhe foto profili, e kupton ty? Hello, 2 sekonda, Reneo ju bote qa... Shiko, më ka shajt njoni, prit se do t'a gjej atë që më ka shajt atë du t'a marrë në telefon. Ti e kurva me pështire vëndit, thot, hëmoj pse s'kthen, apo je ropshire. Nuk du, e di që isha së ngrijen nervat. Inshallah. Përpiqemi të mbajmë një pozicion diplomat për këtë çështje. Ropshiri në këtë rast është ky që s'hap telefonin se unë e mora, kupton. Prit. Përshëndes nga Milani, thot ky kam një kohë të ngjatë që okej, ky e ka me dashuri, po na merr një numër. Alo. Mirë, si e kalove? Mirë, si e kalove ti? Që bon? Mirë, nga jeti? Nga Dibra. Nga je ku je, do me thënë? Nga Dibra në Spanjë. Nga Dibra në Spanjë, shjaro! Pasaj nga je ku je. Jeton Spanjë ti? Po. Me qa merresh? Shofer. Shofer, autobuzi? Po. Apo kamioni? Jo, autobuzi. Për zotin, atë shkon në i qik? Shkon me pse jo? Atë shkon ty këshu si, atë shkon shoferliku si gjë? Po besoj se po? E po mirë, bere qaves, më kështë marrë në telefon, si mund t'ju ndihmoj? Desha më të ftohu për diçka. Hajer. A jetuar dhe fusin e vijë bashkë. Nuk i pim ato. Se qa pindi? Na i ofert tjetër. Qa ofertë për shemë? Ku di unë qa ofert e keti, na i ofert tjetër? A jetuar të ma pësh një mendim, a më shkon shofer ligu a jo? Do ta mendoj. Do më thuash pak çfarë bën me jetën, çfarë do nga unë, pse morën telefon, ku di unë? Më do mua. Ju keni të gjithë të njëjtën mënyrë komunikimi, është e pamundur. Prit 2 sekonda të marr për 5 minuta, 2 sekonda. Iku shoferi. Alo. Alo, Rena, përshëndetje, si je? Mirë, përshëndetje, si je ti?
Po lodhe ti, ke numri amerikan shumë i bukur. Shumë faleminderit, edhe ti si shpirti. Ja të dy pyetje të lutem. Aha, godit. O kjo puna i qik, tash është puna shtatzanis. Ha, A mund të themi, a ka i qik, tash shtatzan, është ose është, a ka i qik? është, ose është, a ka një qik. Qa do me thënë kjo? Qik shtatzan, mund të themi? Një gocë që është shtatzan? Një qik shtatzan, mund të themi, tani, është shtatzan apo nuk është shtatzan, apo i qik shtatzan, si thuhet? Se unë e pyes dikë për shembull, i pyetjem thotë më po i qik, po tash i qik nuk ka. Është ose është shtatzan? Unë them është. I qik. Është i qik, po si mund të jetë i qik shtatzan? Po është i qik shtatzan, o burr. Si? Po është mërë vlla. Po më thëti mu, Ha? për si funksionon kjo i qik shtatzanis? Tash është o nuk është me bet, është pa Po bet, tash nuk ka i janë, qik shtatzan. po tash janë ca shpreje që kshu janë, qa do t'i bëjmë ne, kshu është shqipja. Qik shtatzan? Ti do ta ndryshosh. Jo, kur pyet dikush ti si thu jam i qik shtatzan? Jo, unë s'kam qenë na i shtatzan, kështu që nuk e them këtë i qik shtatzan, vetëm po kam marrë na i plan B dhe e kam të pasigurt. Po pra po një që është shtatzan, thotë jam i qik shtatzan apo jam shtatzan? Po edhe e Ose thon. s'jam. Edhe e thon. Rregull, tani e mora vesh. Si? Tani e mora vesh në rregull. Po, na i pyetje tjetër? Jo, ti në pyetje. Prit 2 sekonda. Alo? 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 Alo. Po mirë, edhe merr në telefon edhe më bën mute? Si? Edhe më merr në telefon, edhe më bën mute. Jo, unë të marrë në telefon dhe më the do të marrë për 5 minuta. Qa mashtruese ordinere jam i qifsha jetën. Prit 2 sekonda. Për i qifsha. Prit. A ka gja me ta majt numrin tanë? Ta marrim këtë? Sa i keq. S'ma hapi, ro. Të marrim edhe na i gocë, po se dim tash kush po është gocë. Se vetëm numra janë. Pastaj goca më duket sikur do thonë... Sa the? Fix. Po pse se... Alo? Alo. Përshëndetje. Si kalove? Mirë, si kalove ti? Mirë, pash numrin të aty ke Instagram. Po? Edhe thash të shkruaj me që të kam pas fiksim gjithmonë. Kur është gjithmonë? Që kur ke dalë, që kur ke ardhur në Shqipëri. Që kur kam ardhur në Shqipëri? Po tani se mbaj në tamam pra. E po tash kur bën deklarata mendoj që duhet t'i mbash mend edhe kohët. Me datë me orë. Aha. Normalisht, ta bësh prezantimin tamam, se ndryshe s'ke si të më impresionosh, se nuk të njoh, nuk di ndonjë gjë për ty. Kështu që të paktën minimalisht ato që thua ti godasësh. Qofse do njihemi, nuk ka problem. Jo, absolutisht, e shohun që s'është problem për njëri kjo gjë, po si do njihemi për shembull? Po si do të janë thënë? Po ja njihemi kështu. Kështu nga telefoni? Nga telefoni. Po mirë më thuj pra, si duke më kështu. Si do me unë vetëm nga telefoni, jo kështu me... Jo live. Jo, unë dua të di si duket ty vetja, se unë se di si më dukesh ti akoma. Me qëra fjalla, je live aty ke podcastit, jebe? Po. Do në nxjerrësh shumë live. Po. Po, emra nuk ka, kështu që mos u mërzit. Po ja mos ka problem se... Nuk në njëf njëri, nuk kemi personazhe kështu. Shumë mirë, edhe na i grua dashnore nuk pas këti, se ndryshe do kishe frikë. Jo, tani frikë, tani... Ha. S'kam në i përgjigje për këtë. E pas këtë shtëpia një. Okej, ka në i tema ty në i gjava? Për qa teme do me folë ty? Ja, se du me folë në i gjë kështu specifike. Qa mendon ti për tradhtin? Qa mendoj unë? Po. Është i gjë shumë normale, dhe më thëmë, për njeri unë, nuk është në i.
A do e falje ti të tradhtonte gruaja? Varet nga situata. Shishi. Po më thuaj një situatë që ti do e pranoje që gruaja të tradhtonte. Se kam mendu në herë, du më thëmë, po, duhet të ndodhi situata që ta mendosh, dhe ta mendosh kur je i ftohtë, jo kur janë momentet. Që ke i shkathët. Jo direkt kështu të vepros si pas instiktit apo po varet. Nga e më origjinë ti? Se thu dot. Okej, nga jugu, mirë, dukesh që nga jugu. Okej. Po sa vite ke ti me gruan? Jo, më nuk jam i martuar, jo. Okej, sa vite ke me dashur, më fal. Pak, ja. Rendashuri kështu direkt sa e pe, apo si ishte muhabeti? Jo, ma direkt jo, me kalimin e kohës. Ndodhi, shkëndia. Po. Shumë mirë. Nuk besoj shumë që ndodh shumë më shpejt, më thënë. Ka nevojë për kohë. Po si e kuptove për shembull që juve do ju este muhabeti? Si e kuptova? Që mund të kishit një gjë reale. Po duket me kalimin e kohës, më thënë, përputhen ato gjonat, nuk është se... E kuptojmë. Okej, ti je në shtëpi? Po, për momentin po. Shumë mirë, do dalësh? Se është ditë shtunë. Jo, besoj nesër. Sot jam i çikëllot sot. Po, më mirë nesër. Ku do ikësh nesër? Po nuk kam ndonjë plan kështu, nuk është se thjesht ja të shohim. Do dalim bashk? Se s'kam plane. Më shkruajmë në WhatsApp. Po flasim në WhatsApp. Po pra, më shkruaj nesër. Do të shkruaj nesër. Po jo, duhet të shkruash ti nesër, ç'është kjo të të shkruaj unë ty nesër? Po mirë pra të shkruaj unë, po thash... Po dashurën s'ka, nuk dal problem se dalim... A kupton, ti me dashur, të dalim të tre ne? S'ka problem. Nuk më pëlqen. Po sikur të bëhet agresiv ajo, unë kam frikë. Mirë do dalim të dy pra, okej. Jo, po unë nuk e dua atë në qarkullim, që shkë muhabeti me dashur këtej, do dal me mua. Po mirë më s'ka problem, se nuk dhe në qarkullim, pa më se vrit menit. Ore zhduke, mëre. Okej, bro, si të thosh ti. Okej. Ti vendos. Më shkruaj nesër, më pafshim. Okej, gjithë mira. Ciao. The world is yours është fotoja e profilit dhe nuk ma hapi telefonin. Marrim këtë tjetrin që është në Dumbaj që më qoj foto pjatë malli, të pi mall. Alo. Amaj. Kur do pim? Kur do shti, maj? Nga të ikum. Po pse direkt në tem? Si që direkt në tem? Apo s'përtoti? Direkt bam, i boj gjujtje direkte. Po direkt, maj? Mami për fillim? Gurje tashi, apo? Jo, tamam, jo. Ajda si më gur. Akoma si më gur. Kur do fillosh? Po ja, në qa ora? Ka ora 12. Ka ora 12, e ke shumë me orë fikse? Ndjom, dhe me kalu autobusin do ganë. Marvesh, po a vetëm do pish? Po përndaj të thova ty. Përndaj të thova ty. Qa gështë përgje? Di branqë. Disha, jo thjesht u meka i qik. Nuk kam asgjë kundra di branqës të ndë, thjesht kur më duket diçka interesante e përsëris. Ja. Qa plani ke sot pa mua? Po, me ty e kisha plani, po ty s'ka. Qa plani do bëjmë bashk? Pa, hajde pra të bëjmë i gur. Bëjmë i gur, po pastaj pasi bëjmë i gur, qa do bëjmë? Pastaj gur, bëhet mur. Bëhet mur, e marve. Shkatrova. Po pas kësaj? Pastaj, dhe shemët murit, dhe fillim pram nga fillimi. Okej. Bëhet gur, bëhet kalaja, pastaj e muri.
Po më thuj në gjë interesante, të lutem, kam nevojë se që ke shumë tip. Jem shumë tip, ha? Ne u bëm histori, ke thënë ta shumë tip. Ne qa? U bëm histori, i thash. U bëm historinë e të dy. Po. Qa e folë me më shkatrove, a ke fik në i gjë, apo je fix fare? Jo me më thash. As i gjë fare, as na i barë në i gjë. Ja, s'fik, Se këtë folë me një qikë shumë, na boni për shtypja. Qa bo me qa merresh? Si kam të folë me mi? Po je kështu qikë si i fik. Jo, Ke një kështu, O zot, O zot. Ha, Në qa? ha ti. Po më fol ti njerë, se pak folja unë më thash, dy herë kum shem kalan dhe tani. Shumë e vërtet, ke shumë të drejtë. Dy Oke, herë kum shem burë. më thuaj si është, jenë lidhja? Jo. Po me qa merresh? Po të thash për shofer, mo. Shofer, ti e shoferi. Dy sekonda. Po, më fal. Prit, na fal se morëm kot, a kupton? Morëm i pozicion që s'po dukesh i mot e kamera. E ke problem ti që jenë kamerë? Po punë e madhe thash. Halal, lumt, zemra. Zemë. Bëje një përshëndetje, të lutem, se jemi për mbyllje. Po këtë përshëndes, për shemë, ha. Më përshëndet mua, përshëndet publikun, të lutem bëj një përshëndetje nëse se ti do ishe moderator, si do e bëje mbylljen e këtij programi. Si do e bëja mbylljen e këtij programi? Po. Ja ti do vendosim tullën e fundit tani. Tullën? Sa vini çakmaku. Aha. Natën e mi. Po natën e mirë, okay. Kaq do thoshe? Po që të them, mos të e prishim, më fol ma shumë. Se të e fugaralli këto. Po s'do kishe klikime, mërë burr. Pse? Po s'u pëlqej robëve kjo, ishte pa entuziazëm fare. Ishte pa entuziazëm, o zot, qa flet me të tani? Po për zotin mua shumë u duk. Aha, si ta bëjmë entuziasëm? Po futi pra pak adrenalin brënda, thuaj një gjë kështu, wow, thuaj një gjë kështu potente. Këta se unë s'më lytë këtru dhe kresu e dhe. S'u në gjë të wow, po më lytë ka me të kresu. Mirë, vlaj, mirë. Kalofsh mirë, flasim sërish në një të ardhme. Amin, t'lu mgoja. Miropafshim. Miropafshim. Sa të respektushëm, sa të mirë, o zot, nuk e di pse mendova se do më shani nga ropt. Këtë po prisja, me thënë drejtën. Isha përgatitur shpirtërisht. Do marr Renault Oil Bote, që është tema sot, thot Gjermania. Ka i fotoprofili kështu sikur është me Illuminatin, një monedh, është në i kështu, beson në i teori konspirative, kjo e vdek, mes ma hapi telefonin, thot, jam po merë FBI-a, thot, po më ndjekin, pina i bidon kë. Hej, më kthe përgjigje moj, se jemi prit. Alo? Alo? Beson në teori konspirative? Po nuk di u mëre në teori konspirative. Pse je kështu si... Po qa të thash, mërë burr? Po ku di gjë unë ti thej gjera kështu të larta. Po të larta, po thash pash të foton e profilit tënd që është shumë gold dhe e lartë, dhe thash ta mbaja pjacën e nivelit të lartë. Po fotoa është kështu fake, mëre në qa thua. Fake edhe foto, po që fake, po fillove që nga fotoja fake ti qia motrën, a kupton, deri ku shko mua beti falso pastaj. Nuk është mua beti, po orene. Ha, urdhëro. Një pyetje kisha abstrakt shu. Abstrakte, po. Ti qeja arabe apo shqiptare? Unë jam nga Kina, në fakt. Okej, Rene, okej. Ndonjë pyetje tjetër? Në pyetje të bëj unë tyja? Mo ti mua. Po ja, pse qielli është blu? Me që qenë nga kështu ti. Si? Super. Me që jam unë super, pse është qielli blu? Kjo ishte pyetja jote? Po. Nuk më pëlqeu kjo pyetja, burr.
Po ndoshta nuk jam i duri Për mua? për kështu. Po për biseda ndoshta jam kot, ndoshta s'kam kështu ja. Jo, unë në fakt që ti je shumë, mendoj që ti je shumë plot, po ti nuk po zgjedh të shprehësh potencialin tënd. Ndoshta ke pak është kjo ngurtësimi i momentit, është fillimi, prandaj ndodh kjo. Ndoshta edhe kjo. Po pse je kështu si i mërzitur? Nuk e di. S'u zë gjumi. Pse nuk të zë gjumi? Se dire ne jam pa punë. Je pa punë? Po. Do lek? Jo, nuk ma lek, vetëm bitcoins. Vetëm bitcoins. Do të çoj ca bitcoins? Në fakt s'unë marrë Dogecoins. E po tash i ndaj e mendjen, jo Dogecoins, jo po bitcoins. A do lek, as do lek, o vaj. Je di oferta. Jemi pa punë, Marene, ti e ke mendi për të tallur. Unë nuk po tallem, unë jam shumë serioze. Tani pse ke ngelur pa punë ti? Po, aktualisht në Gadishllin Iberik, ku ndodhem, afër maleve Pirenej, duan edhe 14 ditë të vi pranvera. E kuptoj. Ç'lidhje ka me punën kjo? Është punë sezonale. Është punë sezonale. A ma shpjegon do të qa pune është kjo? Po ja ta shpjegova unë. Nuk e kuptoj dot unë këtë teori konspirative, se ta thash që në fillim që fleti kështu me superlativa. E di ku ndodhet Gadishulli Iberik. Jo. Afër Arabisë. Afër Arabisë. Prandaj më pyet a jam arabe? Po. Po se ti rri atje, ç'lidhje ka kjo me arabullikun tim? Jo, ti më pyete pse je i mërzitur. Po. Unë thash jam pa punë. Po. Edhe kështu, thash jam pa punë, se nuk ka filluar puna, nuk ka filluar sezoni. Po, ndizë ti sezonin? Po jam rendisesh me kushtet atmosferike të motit. Po mirë, nëse ti e di atëherë që duhet presër që të filloj sezoni, ti e ke bërë këtë punën përpara ti? Po, e kam bërë. Do me thënë e ke marrë parasysh këtë gjë? Po, edhe në teori edhe në praktike kam bërë. Shumë bukur. Kur e ke marrë parasysh këtë gjë, pse s'ke mbledhur lek ti kur nuk ka sezon që të kesh lek që të funksionosh gjatë sezonit që je off? Mund ta di? Ore ne, nuk e di, po qa ishte kjo që e kishe çuar numrin në tire? Ishte kështu doje biseda me njerëzit? Po, kisha nevojë për biseda hot me njerëzit. A di çfarë do me thënë hot? Së është Shqip. Bëje shifën Google. H-O-T, duhet ta mësosh. Sa vjeç je ti? Ti dukesh 30 plus. Edhe ne, unë kam lindur në shekullin, do ta them kështu më sakt, kur kam lindur? Kam lindur në mijëvjeçarin e parë, për 7-8 vite futem mijëvjeçari i dytë, i shekullit 21. Po je zgjuar dhe matematicien e kupton. Po pse do të më fusësh tururin në punë për gjëra që s'ka nevojë ta fus tururin në punë? Okej, Rene, po ta them kështu, kam lindur në 93-shin. E kuptoj. I bie që jam 32 vjeç. 30 plus. I pa punë. Me shkollë fillore. Edhe tërkos kam punuar kështu argat punkrau. Okej. Mendon se ka të bëj shkolla që s'bëre me punën që s'ke? Mendoj. E mendon. Unë mendoj që ti e ke gabim. Ore ne, avash që këtash, ti ishe për biseda hot, the. Si më thet lutem? Ti ishe për biseda hot, prandaj e ke hapur këtë numrin. Po, këtë hotline-in, po. Ore ne, më shto mua njëra ty të postkasti jotë. Do të vish, po i ftuar je i ftuar.
Po seriozisht. Po, E bëjmë edhe në çfarë bisede e bëjmë, çfarë bisede e bëjmë ju. Ja, Me që po qofse nuk e kupton ta një them shqipen. unë ty We tani, also kind of speak të English if you want, bisedë. darling. Because also I was living in US, you know. Hajde, dike mirë ti qash hoti. A je i martuar? Kemi pyetje flash. Ore nga, me thënë drejtën, kam qenë para 10 viteve kur kam qenë 22 vjeç. Ke qenë i martuar? Po, E ç'a ndodhi? pas 3 vitesh u ndam. Pse? Po nuk e di. Po. U ndam. Qa di ti? Se ti nuk e di pse s'ke punë, nuk e di pse s'keci shkolla, nuk e di... U ndam për arsye, si ta them, patriotizmi. Patriotizmi. Të lutem mu fut pak më shumë në detaje, se i kam qef detajet. Jam njëri që i mendoj gjërat dhe kam nevojë për detaje, se kam ascendentin virgjëresh edhe hënën virgjëresh. Rene, mua më dashuroi një femër serbe. Bo që nderove vëndin! Jo, më dashuroi një femër serbe. Ore që nderove vëndin, po të them. Ishte thjesht një momentit. Jo, nuk ka lidhje fare, momenti ke çnderuar një Shqipëri të tërë. I don't think so. Do me thënë ti tradhtove gruan me një serbe. Jo, una isha i martuar me njërën edhe ndërkohë mua më dashuroi një femër. One girl. Ishte në mes, kupton? Të romancës tonë. Edhe kjo e kishte emrin. Edhe më dashuroi mua si karakter. Po ti nuk e dashurove ti këtë? Po e dashurova. Edhe kështu ndam. Do me thënë ti undave dhe nga gruaja, dhe nga Serbia, je dhe pa shkollë dhe pa punë. Po. Shumë keq. Sa ti bëjë, no? Jo, se mu po më dukesh sinqerisht, nuk e di, po knaqesh na i qik me këtë muhabet, apo po futesh akoma më thellë në depresionin që t'ka zënë? Po jo, nuk futem në depresion. Po kështu më dukesh si depresionuar i qik. Nuk më merr mendja. E po mirë, okej, je në rregull. Tani... Ndoshta me që jam edhe pak i emocionuar që më mori ti se në radhë parë jam edhe fan si jot, kupton? Çfarë do me thënë të jesh fan si dikujt? Po se di, thjesht e pëlqej dika nga bisedat që bën ose kur flet ose kur shuja edhe si fan, se kupton, like open mind, you know? Nuk mendoj se ka të bëj fancy me open-minded. Po, këtu në Shqipëri na këto gjërat mirën. Këtu në Shqipëri si? Fansat na këto gjërat vinë. Nuk mendoj, po nese, qa muhabetesh kanë pëlqyer ty kaq shumë që pas kam bërë unë? Qysh që ke bërë ti? Po ku t'i gjam, në njëherë nuk mbaj mend që ka thënë ti, po në njëherë në bisedat. Po mirë, po ti isha unë 500 kile, edhe të ngjera si burr, do ishe fansi im nga muhabetet që unë bëj? Nuk e di. Mos u përtyp shumë. Të mendohem, nuk e di, nuk më merr mendja. S'ta merr mendja. Do me thënë kjo është një dashuri si përfaqësore. Po, në kushte rrethanore. Po. A do më këndosh një këngë? Me thënë drejtën, unë për të kënduar nuk di. S'ka gjë, unë e kam, në fakt, po bie shumë dashuri me zërin tënd, dhe do kisha shumë dëshirë ta dëgjoja në një ritëm melodik. Po nuk di këtë, nuk di të këndoj kjo. Mbaje çik 2 sekonda, mos e lësho. Alo? 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 Iku tele bingo shqiptare, fol! Aha.
Alo? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Hiç mirë, ja, pa investojnë një kështë jedhë. Po, kisha hedhur? Një story. Po, edhe? Mua më bëshjef, me qenë se kishe vode lirë. Më falë, edhe njërë të lutem, nuk e dia, nuk po më punojnë veshët mua, apo ti po flet me stonime. Jo, nuk më flasin po e me stonime. Më të mere qik goja, më duket, apo jam? Jo. Fare, ë? Po. Po mirë more në telefon, kena i mua bet apo kot dhe t'i bjerë? Jo, ta mi dhe të vëgoj mirë. Ta ma bërë sa të dush. Ha, fol. Folki. Po si jo hëf, merë mund telefon të imagjino ty të ashtë të marri mamin telefon të thot hëf fol ti. Qa do i thush? Normal. Po. Unë që po flas me ty, me ajene. Si? Po flas me ajene. Me kë? Me ajene aje, po. Po shkatrohem. Po, e marrë vesh që po flet me mua, po unë po të jap një hipotezë. Ti tani ideja është kjo, ti merr dikën telefon, të bën sens të kjo të marrësh dikën telefon dhe ti thuash, ha fol. Ma shpjego çik mua ti këtë muhabet. A jemi live? Live jemi. Ku jemi live? Te top Rene. Serbi. Ha. E mbylli. E mbylli, na ikën gjithë këto. Apo si e fare Renja, thot. Njëri. Këtë e mora qish parë nuk më hapi, pse s'ma hapi mua këtë telefonin, ma mbylli prap. Më merr në telefon tani, ose kërkoj ndarjen live. Tani më merr. Se ke dhe 2R këtu, edhe ke dhe foto profili tip stil Al Pacinoje. Merr tani. Merr tani. Okej, iku ky. Jo meri tjetër, ta shikush o ky. E që jam për lëmsha i dhjef sharacën. 2 sekonda. 2 sekonda. Se më lodhët. Qa po bën Rene je? Jo. Tani unë jam me afta trash shumë zërin, nëse dua. Po e lë për një puntat tjetër që t'ju mësoj mes këtë stil, me këtë lloj stili. E q'na gjeti, Rene si t'kam bjeri dhe i herë, thote, nuk kaq. Jo. Ha, Qa po, si tam? mirë, qa bën ty? Mirë, ta them kush jam. Hajer. Alexi. Kush? Alexi. Do thush pse t'ka marrë. Ha, Këna qenë ke topi. po, Mos e. e ti. Po do thush pse t'ka marrë. Ha, jem podcast live, ha? Okej, më ka ardhur aq natë për të bllokun, që më ke bëha ditë Instagram nga hiqi. Unë t'kam bërë blok ty në Instagram, e. Më ka ngel aq kështu për zotin, se imagjino të fiksu në telefonin, thësh, ore, ngeci apo s'po bën Instagrami, domethënë fike nez, shifun pra blog. Edhe për këtë gjë, domethënë të mora më më ka ngel kështu, pishmon. O vaj, me thonë drejtën të shi, ose se maj me në fare këtë event, me thonë drejtën. Po qa më ke thonë ti mu që t'kam bo blogun ty, se unë po t'kam bo blog, s'kam bo blog kot. O zema janë meshkujsh, më ke thonë për i butik. Ka i butik njën në Tiranë, më thënë që doja për bashkëpunim. Po i ka dhe për goca dhe për cuna. Ti kështë marrë si kështë e thonë ndoshta kështë në mënyrë, mos e ke menu ndoshta vetë në mënyrë talë, se ku di unë. Mos e këtu si ku jam talë, me që i kështë tip haj edhe. Dhe kështë marrë për keq, po kam ngell zemra, këtësh, po thë, bile sa ditë shokë dhe shore më bëni blog. Shnesa, që pati? Se di të Po pra qëne në gjitha të shoqëri, gjitha të vite që jaro. Gjato vite, gjato vite në kohë as 4 orë. Po pra po. Që ke bote, si ke qenë? Mirë, 2 sekonda se kam i punë, të marrë prap. Okej. E qëna qeti, more. Pse më ke bo blog, thot, një
një nga top blogger më të forta në Shqipëri edhe podcast në bar Peace. Hajde, nuk po tallemi me këtë se që ka i respektueshëm. Telefonata e fundit shpresoj të jesh ose e interesante. Shkrepe. Femër. Hello girl. Hey girlie! Më duaj një femër se më mbytën meshkujt, më duaj një femër. Qa po bën? I knew. Hello. Se vita që nuk ma mur menja që kime kop telefonin. As mua nuk ma mori mendja që do ta hapja ty, po fati donte të na bashkonte të dyjave. Say less. What you doing? I just wanted to call you and tell you, girl, you're my favorite. I love you so much. I swear Thank you. to God. You're so I cute. swear to God. Thank you, baby. I don't know. I don't have much to say. I just wanted to, like, you stunning. Keep stunning. Të dua You jesh shining. shumë e mirë, shumë faleminderit. So, a ndodhin e gjë interesante sonte? Jo, po shpresoj të ndodhi ndonjë gjë interesante dhe mund ta shohësh gjithë episodin javën tjetër se do dali dhe ta shohësh sa interesante ishte gjitha kjo se ishte shumë lot. Oh, nice. That's gonna be nice. Okay? Okay. Po e Yeah. mbyll me ty dashuri. Yeah, okay. Have a good night. Natë And love you so much, Love yeah. you too, girl. Bye. Ciao. Kjo ishte, jo, si ishte Bjondja, kjo. Okej. Zonja dhe zotrinj, unë shpresoj që ky podcast më shkatësoj mua me këto batutat, komentet që kam, se me shumë mundësi është një praktik shumë e fortë jetike, dhe shihemi së shpejti, jam 100% e sigurt që do ju pëlqej se s'keni nga të shkoni. Ju që jeni brez më i madh dhe thoni çaj ka kjo këtë të folur ordinere. Pritja, hap 2 sekonda. E mbylli. Ju që jeni brez i madh dhe thoni ç'është kjo e folur ordinere, kuptoni se si flasin fëmijët tuaj, se kështu flasin kur ju nuk jeni aty, dhe ju dua shumë. E mbyllim. Visto.